Ky video është një shpjegim i shëntrinisë. Shëntrinia është ati biri dhe shpirti i shenjtë. Dhe në këtë video, ne do të shpjegojmë se si kjo trini nuk është tre, por një Zot me 3 funksione dhe për të shërbyer të gjithëve. Për më tepër, Biblia thot qartë ka një Zot, asnjë tjetër. Është qartë se krishterimi nuk është politeist, por monoteist. Pantheistik do të thot adhurim i më shumë se një Zoti. Monoteistik do të thot adhurim dhe ose besim në një Zot. Pra, mund të thoni si e shpjegoni atin birin dhe shpirti i shenjtë. Kjo quhet trinia. Megjithse trinia nuk është një fjalë në Bibël, është një fjalë e dhënë për njerëzit që ta kuptojnë. Marrëdhënia, fuqia dhe ndikimi i këtyre 3 pjesëve të Zotit të gjallë. Pra, le të fillojmë ta shpjegojmë këtë përmes shkrimit. Merrni parasysh referencat e mëposhtme në shkrime. Ati është Zot, fjala është Jezusi, shpirti i shenjtë, këto 3 përbëjnë shëntrimin. Siç është shkruar, referenca më e mirë për trinin është sepse ka 3 që dëshmojnë në qiell, ati, fjala dhe shpirti i shenjtë, dhe këto 3 janë një. 1 Gjoni 5, 7, 8. Ky shkrim përfaqëson qartë Zotin triunik, ati biri që është fjala dhe shpirti i shenjtë. Nuk ka një përfaqësim më të qartë të Zotit triunik si ky shkrim që përfaqëson plotësisht trinin. Ky shkrim i ardhshëm tregon qartë në Bibël ka një Zot. Dhe roli i Jezusit është ndërmjetës mes Zotit dhe njeriut, siç është shkruar, sepse ka një Zot dhe një ndërmjetës mes Zotit dhe njerëzve, njeriu, Krishti Jezus. 1 Timoteut 2:5. Ky shkrim i ardhshëm është një urdhër nga Zoti. Siç është shkruar, pra, shkoni dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar ata në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Mateu 28:19. Përveç kësaj, pagëzimi është një sakrament që simbolizon vdekjen, pastrimi, rikthim në jetë dhe rinovimin. Falja e mëkatit origjinal dhe një jetë të re në Krisht. Pagëzimi nuk e heq tendencën për mëkat, e cila quhet lakmia. Pagëzimi lë një shenjë të pandryshueshme në shpirtin e atij që e merr. Në teologjinë krishtere, kur dikush pagëzohet në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, kjo tregon se ata po fillojnë një beslidhje me tërë trimin, me Atin si burim shpëtimi. Biri Jezus Krishti si sakrifica për mëkat. Dhe Shpirti i Shenjtë si fuqia që i mundëson një personi të jetojë një jetë të re duke ndjekur Krishtin. Në thelb, të 3 personat e hyjnisë janë të përfshirë në aktin e pagëzimit, duke treguar një përkushtim të plot ndaj Zotit. Kjo, tha, po ashtu reflekton një rol dhe përkufizim të Trinisë së Shenjtë, nëse ti, dëgjuesi, mund ta parashitësh. Pagëzimi është një akt i kishës që afirmon dhe paraqet bashkimin e një besimtari me Krishtin duke e zhytur atë në ujë, dhe një akt i besimtarit për të angazhuar publikisht ndaj Krishtit dhe popullit të tij, duke e bashkuar kështu besimtarin me kishën dhe duke e ndarë atë nga bota. Sepse në një shpirt të gjithë u pagëzuam në një trup, hebrej apo grek, sklever apo të lirë. Dhe të gjithë ne u bëm të pim nga një shpirt. Në të vërtetë, trupi nuk përbëhet nga një antar, por nga shumë. Korintasve të parë 12:12-14. Në të njëjtën mënyrë, njerëzimi si një tër pagëzohet në atë që është trupi i vetëm i Zotit. Në këtë trup të vetëm, sipas shkrimit, siç është shkruar si më poshtë, nuk ka më hebre apo grek, nuk ka më sklever apo të lirë, nuk ka më mashkull dhe femër, sepse të gjithë ju jeni një në Krisht Jezus.
Dhe nëse ti përket Krishtit, atëherë je pasardhës i Abrahamit, trashëgimtar sipas premtimit, Galatasve 3:28-29. Vazhdojmë me këtë për të shpjeguar trupin e vetëm siç është shkruar. Por dua që të kuptoni se Krishti është kreu i çdo burri, dhe burri është kreu i gruas së tij, dhe Zoti është kreu i Krishtit. 1 Korintasve 11:3, siç është shkruar për. Ashtu si trupi është një dhe ka shumë antar, dhe të gjithë antarët e trupit, megjithse shumë, janë një trup, ashtu është edhe me Krishtin. 1 Korintasve 12:12. Për më tepër, ne lexojmë në shkrimin e mëposhtëm. Jezusi është Zot, siç është shkruar. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Zotin, dhe fjala ishte Zot. Gjoni 1:1. Dhe fjala u bë mish dhe jetoi mes nesh, dhe ne e pam lavdinë e tij, lavdinë si e birit të vetëm të Atit, plot me hir dhe të vërtetë. Gjoni 1:14. Për të përsëritur nga më parë në lidhje me rëndësinë e Shpirtit të Shenjtë, siç është shkruar, sepse ka 3 që japin dëshmi në qiell. Ati, fjala dhe Shpirti i Shenjtë, dhe këta 3 janë një. 1 Gjonit 5:7-8. Kujdes, fjala është biri që do të thotë Jezusi. Merrni parasysh shkrimin e mëposhtëm në lidhje me rëndësinë e Jezusit në këtë dinamik të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Siç është shkruar. Më parë, në shumë kohë dhe në shumë mënyra, Zoti ju foli etërve tan përmes profetëve. Por në këto ditë të fundit, ai na ka folur përmes Birit të Tij. Këtë emëroi trashëgimtar të gjitha gjërave, përmes të cilit gjithashtu krijoi botën. Ai është shkëlqimi i lavdisë së Zotit dhe vula e saktë e natyrës së Tij, dhe ai mban universin me fjalën e fuqisë së Tij. Pasi bëri pastrimin për mëkatet, ai u ul në të djathtën të madhërisë në lartësi. Hebrejve 1. Në përmbledhje të këtij shkrimi, Zoti po shpreh se Jezusi u emërua trashëgimtari të gjitha gjërave, përmes të cilit gjithashtu krijoi botën, si dhe gjithçka që ekziston. Për më tepër, ai vazhdon të thotë. Ai është shkëlqimi i lavdisë së Zotit dhe vula e saktë e natyrës së Tij. Dhe ai mban universin me fjalën e fuqisë së Tij. Në përfundim, ai gjithashtu bëri pastrimin e mëkateve për njeriu që mund ta pranojë atë dhe është ulur në të djathtën e Atit. Funksioni i Shpirtit të Shenjtë në Zotin Triun është si më poshtë. Siç është shkruar. I kam thënë këto gjëra ndërsa ende jam me ju. Por avokati, Shpirti i Shenjtë, të cilin Ati do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj gjithçka dhe do t'ju kujtoj gjithçka që kam thënë. Gjoni 14:25-26. Në shkrimin e ardhshëm, thuhet se e gjithë plotësia e hyjnisë banohet me Jezusin si krye i çdo sundimtari dhe autoriteti. Gjithashtu shpjegon fuqinë e pagëzimit dhe përfundimin shpirtëror të sakrificës së Jezusit. Dëgjoni me kujdes. Siç është shkruar. Sepse në të banohet e gjithë plotësia e hyjnisë në trup. Dhe ju keni arritur në plotësi në të. Kush është krye i çdo sundimtari dhe autoriteti? Në të gjithashtu, ju u pren me një prerje shpirtërore, duke hequr trupin e mishit në rrethprerjen e Krishtit, kur u varrosët me të në pagëzim. Ju gjithashtu u ngjallët me të përmes besimit në fuqinë e Zotit, i cili e ngjalli nga të vdekurit. Dhe kur ishit të vdekur në shkeljet dhe në prerjen e papërgjegjshme të mishit tuaj, Zoti ju bëri të gjallë së bashku me të, kur na fal të gjitha shkeljet tona. Fshirja e regjistrit që ishte kundër nesh me kërkesat e tij ligjore. Ai e la këtë mënjan, duke e ngjitur në kryq. Ai i çarmatosi sundimtarët dhe autoritetet dhe bëri një shembull publik prej tyre, duke triumfuar mbi ta në të.
Kolosianëve 2:9-14. Ky shkrim i ardhshëm i referohet marrëdhënies së Jezusit me Atin e Tij, Zotin dhe me njerëzimin. Dhe përpjekjet që Jezusi bëri për të bekuar njerëzimin me lavdinë e Tij. Unë nuk kërkoj vetëm për këta, por edhe për ata që do të besojnë në mua përmes fjalës së tyre. Që të gjithë të jenë një. Ashtu si ti, atë, je në mua dhe unë jam në ty. Të jenë edhe ata në ne, që bota të besoj se ti më ke dërguar. Lavdin që më ke dhënë, ua kam dhënë atyre. Që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë në ata dhe ti në mua. Që ata të bëhen plotësisht një. Që bota të di se ti më ke dërguar dhe i ke dashur ata, ashtu si që më ke dashur edhe mua. Gjoni 17:20-23. Në këtë shkrim të ardhshëm është e rëndësishme të kuptohet uniteti i Zotit, Atit, Jezusit dhe njeriut. Siç është shkruar. Nuk do t'ju lë si jetim. Unë do të vi te ju. Në atë ditë do të kuptoni se unë jam në Atin tim. Dhe ti je në mua. Dhe unë jam në ty. Gjoni 14:18. 20. Në shkrimin e ardhshëm, Jezusi konfirmon nga ka ardhur dhe ku po shkon. Siç është shkruar, unë kam ardhur nga Ati dhe kam ardhur në boll. Përsëri, po e lë botën dhe po shkoj te Ati. Gjoni 16:28 siç është shkruar, dhe kjo është dëshmia. Zoti na dha jetë të përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e Tij. Kushto që ka birin, ka jetë. Kushto që nuk e ka birin e Zotit, nuk ka jetë. 1 Gjonik 5:10-12. Sa i përket Trinitetit, shpjegohet më së miri si çdo person i Trinitetit është plotësisht dhe njësoj Zot, megjithatë ata përmbushin role të ndryshme, duke theksuar ndryshimin në funksionet e tyre brenda hyjnisë. Ati fillon krijimin dhe shpëtimin, Biri e realizon atë dhe Shpirti i Shenjtë e aplikon të besimtarët, duke punuar në harmoni të përsosur. Shkrimi në vazhdim konfirmon se Zoti është një. Siç është shkruar, ti beson se Zoti është një. Bën mirë. Edhe demonët besojnë dhe dridhen. Jakobi 2:19. Në shkrimin e ardhshëm, Jezusi konfirmon se Zoti, Ati dhe ai janë një. Siç është shkruar, Ati dhe unë jemi një. Gjoni, ora 10:30. Në përmbledhje, Jezusi ndan se Zoti është Ati i Tij, duke e bërë veten të barabartë me Zotin. Shkrimi në vazhdim tregon qartë se kushto që beson në të, beson në atë që e dërgoi, duke i referuar Atit të Tij. Përveç kësaj, ai nënkupton se kushto që e sheh atë që më dërgoi, duke nënkuptuar Zotin. Siç është shkruar. Atëherë, Jezusi, përtiti. Kushdo që beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më dërgoi. Dhe kushto që më sheh atë që më dërgoi. Gjoni 12:44. Kjo e përfundon mesazhin dhe shpjegimin tonë mbi Trinitetin e Shenjtë. Ju lutem pëlqeni dhe ndiqni faqen tonë për video të tjera. Barka në udhëtimin tuaj.